Zemra e lodhur dhe e dërmuar prej mëkateve nuk lumturohet as në Ramazan nëse ne nuk e pastrojmë, e nuk e qiltrojmë, e nuk e zhveshim zemrën dhe shpirtin ton prej mëkateve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Miq të nderuar, vëllezër dhe motra, me lejoni nga loqka e zemrës të gjithëve kudo që gjindeni, t'ju uroj muajin e bekuar të Ramazanit, duke lutur Allahun fuqi plot që të kemi një fillim sa më të mbar, sa më të bekuar në këtë muaj të mirësive, të bekimeve, në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, në këtë muaj të faljes, e të mëshirës, në këtë muaj të Kur'anit, në këtë muaj të mirësive të pafundta. Gjatë tërë muajit do të jemi në shoqëri së bashku, e kemi titulluar këtë shoqëri dhe këtë shoqërim së bashku Shkolla Hyjnore e Ramazanit. Sot dëshiroj t'ja kujtoj vetes dhe juve një çështje e cila është më rëndësi, që ka të bëjë me një fillim të fuqishëm që kërkohet nga secili nga ne që të hyjmë me plot zemër në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Të dashurit e mi, ky Ramazan të cilin po e fillojmë nuk është thjesht vetëm edhe një Ramazan tjetër, por duhet ta kuptojmë që është një Ramazan që nuk e dim a do të kemi rastin ta përjetojmë edhe një herë, a do të jemi gjallë në jetë, a do të kemi shëndetin dhe mirëqenien. Prandaj nuk duhet të lejojmë që ky Ramazan të fillon dhe të përfundon me rutinën e tij, jo asnjëherë, por duhet të hyjmë në këtë muaj të bekuar me zemër të përkushtuar, me sinqeritetin më të lartë dhe me një përkushtim për plot seriozitet e vendosshmëri. Të dashurit e mi, zemra e lodhur dhe e dërmuar prej mëkateve nuk lumturohet as në Ramazan nëse ne nuk e pastrojmë, e nuk e qiltrojmë, e nuk e zhveshim zemrën dhe shpirtin ton prej mëkateve. Në momentin kur ne e pastrojmë dhe e zhveshim edhe zemrën edhe shpirtin ton prej ngarkesës së mëkateve, jo vetëm që do të lumturohet zemra jonë, por edhe do të përjetojmë kënaqësi e do të shijojmë ëmbëlsirën e gjitha adhurimeve gjatë këtij muaji. Për fund, le të hyjmë në këtë muaj të bekuar të Ramazanit me plot zemër dhe përkushtim.